U rikthyem studio për të vazhduar biseda me Burhan Amatin, që na vjen si artist, por kësaj radhe dhe në rolin e organizatorit të simpoziumit internacional të artit në Strugë, dhe bëhet fjalë për edicionin e 10, domethënë për 10 vjetori i këtij simpoziumi. Faleminderit që ke gjetë kohë dhe mundësinë të jesh sot me ne, vërtet kënaqësi. Faleminderit për ftesën dhe për krahin. Po na vije edicioni i 10 i simpoziumit internacional të artit në Strugë, apo jo, që do na mbahet me 25 deri më 30 qershor të këtij viti. Ashtu pra. Edhe vetë habitemi si kaluan këto 10 vite, me shumë sakrifica, vështirësi, sidomos të anës financiare, mirë po me një grup organizativ të shkëlqyer, ja kemi dalur për këto 9 vite me këtë vit, domethënë 10 me radhë, që ta organizojmë në mënyrën më të mirë të mundshme, me ato pak mundësi financiare që i kemi patur, mirë po kemi arritur t'i japim shpirt, si me thënë. Këto nuk janë fjalët e tona si organizator, mirë po janë fjalët e artistëve pjesëmarrës ndër vite që kanë marrë pjesë dhe që janë ndier jashtëzakonisht të kënaqur, sikur në shtëpinë e tyre me organizimin, domethënë jemi munduar që mos ju mungoj kur gjë në aspektin teknik, edhe kemi qenë çdo herë afër tyre për çfarë do lloj nevoje për materiale apo gjëra tjera teknike. Para se të futemi më në detaje, le të themi, për këtë edicion, po dhe ato që edicionet që kemi lënë pas, dua të di 10 vite punë, mund, lodhje, çfarë do të thotë kjo për ju 10 vjetori si organizator, për gjithë ekipën që po përmend, po ashtu dhe artistët që do marrin pjesë si vjet, qofshin ata ndërkombëtar po dhe të vendit dhe ata që thua ndër vita. Në fakt po të kthehemi mbrapa një retrospektiv të këtij aktiviteti, këtij simpoziumi. Vitet e fillimit kanë qenë jashtëzakonisht të vështira, pasi që nisma ideja ka qenë për të bërë një aktivitet kulturor konkretisht të artit figurativ në qytetin e Strugës, pasi që dihet se Struga një farë mënyre, edhe pse afër Ohrit, ka qenë e diskriminuar nga shteti, asnjë investim, domethënë asnjë përkrahje të aktiviteteve kulturore nuk ja ka bërë shteti, domethënë i gjithë ai buxhet më i madh i është dedikuar çdo herë Ohrit, sidomos verës Ohrit, festivalit ndërkombëtar, ku ka pasur raste të një artisti pjesëmarrës që kanë ftuar, domethënë me qindra mijë euro ja kanë dhënë vetëm që të performojë një artist. A kur bëhet fjalë për shqiptarët, çdo herë kanë qenë të diskriminuar, edhe vazhdojmë akoma të diskriminohemi, mirë po fatkeqësisht viteve të fundit nga vetë shqiptarët, cilët janë në poste vendimmarrëse për të përkrahur këto lloj aktivitetesh, kur e shef se nuk e ke përkrahjen edhe nga ato, mirë po fal, siç të thash edhe më herët, fal kolegëve, organizatorëve që bashkë jemi duke bërë këtë simpozium ndërkombëtar, që disa vite punës palodhshme të tyre, kontributit të tyre, gjithashtu ka pas rasteve, shumicën e raste vetë kemi kontribuar financiarisht që vetëm ky aktivitet, më thënë që mos ndërpritet, qëllimin e thash edhe më herët, më thënë që t'i dhurojmë aty qytetit bukur piktoresk një aktivitet që e meriton, pasi që ka goxha një numër të madh të turistëve, edhe me këtë aktivitet idenë e patëm që sadokudo ta mbulojmë një copës mozaiku kulturor që e meritojnë ato njerëz cilët janë, si me thënë, shumë kulturuar, shumë njohin artin dhe shumë ju pëlqejnë këto lloj aktivitetesh. Edhe çdo herë kemi pas përkrahje. Ishte shumë e nevojshme thua për qytetin vetë apo. Vetë fakti, më thënë, do ta ilustroj arsyen se pse e kemi bërë, më thënë, shkaku i këtij aktiviteti, disa nxënës të atëhershëm që kanë qenë në fillim, janë afruar të shohën, domethënë, një njoftuar me artistët, edhe tani më ato kanë diplomuar. Shkaku i aktivitetit simpoziumit, arti ju ka hyrë në qef. Pastaj një rast tjetër konkret, kemi patur një artiste pjesëmarrëse që erdhi nga Malta, u fasionu me bukuritë natyrore, me atmosferën,
e cila atmosferë ishte shumë inspiruese. Kuptohet për ato artist konkretisht edhe për atë artiste nga Malta që erdhi. Sot e kësaj dite ka 5-6 vite që jeton në Struk, krijon edhe kuptohet udhton shpesh kthehet në vendlindje. Domethënë simpoziumi deri më tash ka qenë piknisje për shumë vendime apo rrugtime jetësore. Edhe shpresojmë të ardhmen mos e ndërpresim me kaq. Si vjet fatkeqësisht na u refuzu projekti, edhe pse teknikisht në aspektin tekniku i bëm gjitha gjërat në rregull me kohën e aplikimit, me dokumentacionin e nevojshëm çka duhej, na u kthye negativ, bëm ankesë sërish na u kthye negativ, edhe fal disa ardashëve që çdo herë kanë qenë të gatshëm për të na ndihmuar, edhe si vjet nuk e kursyen atë dashamirësi, si më thënë, u ofruan të na ndihmojnë do sponsor tjerë privat, edhe pak me angazhimin ton kuptohet. Shumë i rëndësishëm është, domethënë, edhe kjo fuqi, si më thënë, organizative, nëse nuk ke vullnet, nuk bëhet. Kështu di edhe sa mjetet kesh, kur ke vullnet pastër, të mirë, të qartë, domethënë, lehtësohen gjërat edhe dal ngadal arrihet që të realizohet ajo ide. Edhe si vjet, siç e përmendëm edhe më herët, kemi pas artistë nga shumë vete të botës, duke fillu nga Brazili, nga Amerika. Këta e nga vendet që presim të shohim në këto edicion. Do të thënë edhe vite tjera. Si vjet presim artistë nga 15 shtete të botës. Artistë nga Brazili si vjet duhet vi, nga Spanja, nga Italia, Gjermania, nga Slovenia, Hungaria, Romania, prej Bosnje, prej Shqipërisë, prej Serbisë, prej Turqie, prej Palestine, dhe vendet e Ballkanit kuptohet. Domethënë një artist që do të vijë nga Palestina është rezident profesor universitar në Belgjik. Vitin e kaluar aq shumë jemi zhgënjur, sidomos nga politikë bërësit tanë, e kthyen nga aeroporti, erdhi domethënë në vefaqen zyrtare të Ministrisë Punëve të Jashtme, ka figuru sikur nuk ka nevojë të pajisen me vizë për të ardhur në Maqedoni. Në fakt ligjet kanë ndryshuar, mirë po nuk është bërë azhurimi i vefaqes. Artisti vjen, domethënë gjitha truke bën, deri në aeroport edhe detyrohet të kthehet mbrapa, shkaku i kësaj pengesës teknike, edhe nuk ishte në gjendje asnjëri nga këto politikanët tanë të ndihmone në atë aspekt. Dhe fatkeqësisht nuk mori pjesë në edicionin. Po, u kthim, edhe si vjet, domethënë më herët arritëm që ti rregullojmë këto probleme teknike, morën në telefon edhe nga ambasada e Maqedonisë, në Bruksel, edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme këtu për të vërtetuar se ai artist do të merr pjesë. Domethënë edhe si vjet e presim, si më thënë, t'ja kthejmë atë zhgënjimin e vitit kaluar. Mirë që pas ka qenë i gatshëm, sidoqoftë në vijë edhe si vjet, ë? Po, domethënë mundohemi vetë këto flasin më mirë këto artistët që ja marrin pjesë. Çdo herë, si më thënë, feedbacku i çdo organizimi është ato që marrin pjesë, domethënë ju sugjerojnë edhe artistëve tjerë, edhe çdo kush, sidomos edhe ato artistë që kanë qenë më herët, insistojnë edhe duan me shumë qejf të vinë edhe për vite tjera. Mirë po, ideja e organizimit ton ka qenë që t'jepet mundësia çdo artisti nga gjithë bota që t'jepet mundësia që të vi. Si vjet kemi bërë disa shkelje, si me thënë, këtyre rregullave. Me qenë se është 10 vjetori, presim disa artistë që 2-3 artistë që kanë qenë edhe më herët, i presim sërish, nga të cilët artistë, domethënë, edhe ne kemi qenë goxha të kënaqur. Domethënë ishin të ftuar personalisht nga ju apo shprehin ata dëshirën të jenë pjesë e edicionit të tjetër? Domethënë presin, ka shumë artistë që presin me vite të tëra, me radhë që vjen radha në fakt të marrin pjesë. Mirë po mundësit i kemi të tilla, sidomos financiare, se do të donim shumicën ti. Kemi atë shumë miq kolegë, si i njohim nga mbar bota, kështu që është e pamundur ti ftojmë gjithë ato një herë. 10 vjetori në këtë pikë është traditë, apo jo është diçka që njerëzit e presin
vetëm të shpallet data, por që gjithsesi e presin të ndodhë çdo vit. Jo vetëm të Strugës, po besoj të gjithë vendit, edhe artistët ashtu. Janë të interesuar njerëzit, ardashësit të vinë, po dhe nga vendet e tjera që të marrin pjesë, të shohin, le të themi të zbaviten dhe po ashtu të argëtohen me këto që ka ofroni ju si artist. Në fakt, çdo vit shtohet numri i ardashësve, disa sidomos që e kuptojnë me vonesë për shkaqe të ndryshme, e kuptojnë me vonesë, lajmërohen pastaj duke na kërkuar falje që s'kan mundur të bashkangjiten, që të vinë dhe të njoftohen me artistët, sidomos kemi një përparësi nga aktivitetet tjera, pasi që ky aktivitet, ky simpozium realizohet disa ditë, ku kemi një pjesë e simpoziumit që është pjesa teorike, ku diskutohet, një panel diskutimi kemi mes artistësh, çdo kush nga artistët e prezanton artin nga shteti i cili vjen, si dhe artin e vet. Pastaj kemi diskutime dhe në fund konkluzione për të bërë, për të ndryshuar diçka në përgjithësi për artin në botë. Domethënë anët pozitive, anët negative, domethënë si e shohim nga këndvështrimi i jon i artistëve në fakt, edhe organizimet në përgjithësi, shohim çka është mirë, marrim ide të ndryshme që mundohemi që të përparojmë të ndryshojmë gjërat për të mirë. Fal, siç e thash edhe më herët, fal grupit organizativ, me cilët që nga fillimi deri më tani kemi qenë bashkë dhe vazhdojmë që jemi bashkë. Në fakt na shtohen edhe të tjerë në grup, duke filluar nga kolegu Verim Zendeli, me cilin fillim e kemi këtë ide kemi jetësuar në praktik, kolegen Teuta Hoxha Imeri, Yıldız Hasani, një profesoresh kritike e artit, më thënë që dallojmë edhe nga tjerat, si të thash, pasi që kemi prezent në aktivitet edhe historian e arti, e cila e sheh punën e çdo artisti dhe ka më lehtë pastaj për ta bërë shkrimin, kritikën e veprave të artit realizuara gjatë atij aktiviteti. Kolegen profesoreshën Akime Nasufi Rexhepi nga Kumanova, domethënë kemi kolegë nga gjitha vendet, kolegun Berat Zulbeari, si dhe artistët vendas, Vanessa Oda, pastaj Drenusha Palloshin nga Tetova, edhe një koleg Kristian nga Qendra për Kulturë e Strugës, e cila çdo herë ka qenë e gatshme dhe ka hap dyert për ta bërë ekspozitën e punëve e simpoziumit me punët cilat janë realizuar gjatë atyre ditëve. Ku do na mba dhe si vjet apo jo? Në të njëjtën? Po, njëjtin e kemi filluar në të njëjtin vend, vazhdojmë ende të njëjtin vend, pasi që është një vend i mrekullueshëm, ze keni parasysh ndoshta keni qenë te hapësirat e Hotel Solferinos, në fakt është qendra e një pjesë deke e Kryqit Kuq në Strugë. Ka një pamje jashtëzakonisht bukur në të liçenit të Ohrit, çdo balkon ka pamje nga liçeni, një obor goxha të bukur gjelbruar, ka hapësira të ndryshme jashtë për të punuar nën hije, kuptohet që gjatë ditëve të verës është pak problem me nxehtin. Kushtet teknike jashtëzakonisht i kemi të mira. Na kanë përkrahur, sidomos gjatë viteve kur s'kemi pas përkrahje financiare nga Ministria e Kulturës apo nga komuna, na ka ndihmuar çdo herë kjo qendër, domethënë e Solferinos. Na ka ndihmuar, kemi dhënë ndonjë vepër edhe na ka minusuar nga ajo sumë. Edhe vetë se mënyra se si e përshkruan vetë ambientin ku do qëndrojnë artista dhe ku kanë qëndruar të këto vite, duket mjaft motivuese, inspiruese edhe vetë për ta. Po, është e vërtet. Domethënë ndjehen shumë të relaksuar, qetë edhe nuk se kanë disa aktivitete kanë orar strikt se kur duhet punojnë, pa që duhet të rish, si me thënë, si policë mbi kokë artistëve, kur duhet punojnë. Artistët inspirimin mund ta gjejnë edhe realizimin e atij inspirimi mund ta bëjnë për gjysore, shumë ditët e fundit. Dikush në fillim. Mirë po, më tepër u japim mundësi që ka përfundimi i aktivitetit i përmbyllin ato punimet krijuese, si më thënë, pasi që gjatë ditëve tjera kemi program
edukativ, si me thënë, edhe turistik. Do me thënë, vizita turistike bëjmë në për vendet e ndryshme që trashëgimis kulturore që i ka Struga, me rrethin, si dhe në Orë, i qëmë do me thënë në Shën Naum, qytetin e Orit. Pastaj nga viti i kaluar praktikojmë, kemi disa ardashës që na kanë ofru, disa vila që i kanë në lartësi mbidetare, do me thënë mbi 1000 metër, na kanë ftu për drek, komplet artistëve, me një pamje që është zakonisht bukur të liçenit të Ohrit. Do thënë shkojmë një mbasdite e kalojmë atje, si lloj pikniku, edhe kam kohë edhe inspirim kuptohet për të kriju vepra, cilat vepra pastaj i mbeten shoqatës, Silindart, që është organizatore, dhe më thënë, kryesore e këtij aktiviteti, edhe në fakt, në fund, nata e fundit, zakonisht, bëhet ekspozita, nga një punë shkaku i hapësirës, sidomos kur janë më tepër artistë pjesëmarrës, është pamundur gjitha ato vepra të ekspozohen para publikut. Zakonisht e kemi bërë ekspozitën në hapësirat e Qendrës për Kulturë, brenda. Disa vite në fakt e kemi bërë ekspozitën te shëtitoria përreth Drinit, ku paralelisht herë kemi organizuar edhe performanca artistike. Dikush nga artistët ka pikturu drejt për drejti, dhe më thënë, edhe turistë të ndryshëm rastësisht duke i kalu, dhe më thënë, janë dalë, dhe më thënë, një risi për Strugën ka qenë edhe një atmosferë tepër pozitive, inspiruese edhe për artistët, edhe për turistët, dhe më thënë, janë kënaqur, shumë mbreslënse, dhe më thënë, do aktivitete kanë qenë. Si do qoftë, ko pas kohë mbështetja na mungon, por me gjithë të përshkrim, kuptohet, ne e kuptojmë, por e kupton dhe vetë vendi, qyteti, dhe po ashtu të ndoshta dhe të gjithë ata që kanë në pozita, ose dhe vetë vendasit, se sa zë jep simpoziumi qytetit, turizmit, sa zë jep vendit, dhe sa të mira faktikisht kemi si benefite, si rezultati simpoziumit. Në fakt duhet mos mungojnë këto, edhe pse çdo komunë në buxhetin e vetë, dihet se ka një përqindje të mjeteve cilat duhet t'i dedikohen patjetër kulturës. Mirë, po të ne fatkeqësisht i ngatrojnë këto dedikime. Paratë e kulturës, ase nuk është e nevojshme, mund të rinë edhe pa kulturë qytetarët, i harxojnë për sende tjera, edhe kështu që prandaj janë të vëbekta këto lloj aktivitetesh, nuk bëhen në mënyrë profesionale, kanë frymë profesionale, ide shumë ta kemi profesionale, mirë po, kur mungojnë mjetet, kuptohet se do mbeten të cunguara ato aktivitet. Vetëm një improvizim mund bëjmë, me pak mjetë. Mirë po ne, fatmirësisht, tash falë këtij grupit organizativ, shumica nga ne kemi përvoja shumëta ndërkombëtare, kemi dalë, domethënë, vendet ndryshme të botës, dhe shohim se çka është në rrjedha, sa i përket artit ose këtyre llojeve të aktiviteteve, edhe jemi mirë, dhe më thënë, edhe kemi shumë fjalë të mira nga shumica e pjesëmarrësve. Si vjet, kemi lajmet mira, por shpresoj të realizohet ashtu si duhet. Për kraje nga komuna e Strugës do kemi, kështu pak më serioze, na kanë premtuar, shpresoj të realizohet e premtim si duhet, edhe kuptohet nga afaristë të ndryshëm, që çdo herë kanë qenë gatshëm, dikush, do të thënë, nga ka tjeras qofshin kur dalim mbrëmje mbasdite nga ndonjë pije, ose kanë organizu, sidomos mikun ton guximtar Rushani, enkas për aktivitetin e simpoziumit, na ka organizu mbrëmje enkas për artistët. Do thënë, çdo vit gati se kemi praktiku, dikur na ka përkra edhe teatri Poshka, do thënë, kemi bashkëpunim edhe me ato, do thënë, mundohemi që si me thënë, ato që na përkrajnë t'u kthejmë një farë mënyre edhe ne me të mirë, edhe një detaj të rëndësishëm për si vjetë, cilën harova, kuptohet se kemi shumë ide cilat aty për aty edhe mund të ndryshojmë programin. Presim një mik tonin, një profesionist përardhen nga Shkupi, i cili jeton në Zvicër, Romir Imamin, fotografin e mirënjohur nga Shkupi që vepron në Zvicër,
do të vijë enkas nga Zvicra për simpoziumin e artit, do të bën një punëtori, workshop pra, se si ta digitalizojnë artistët një vepër arti, si dhe do ju bëj gjithë artistëve pjesëmarrës nga një portret artistik që ta kenë kujtim nga simpoziumi 10 ndërkombëtar i artit. Më thënë, e falenderoj publikisht mikun Romirin për ardhin e tij enkas për këtë simpozium, domethënë edhe doli aq shumë modest, domethënë duke pas parasysh gjendjen financiare se kemi të simpoziumit, domethënë shpreh dëshirë që të jep një kontribut profesional, domethënë dhe falenderojmë nga zemër. Që ndër vite, domethënë ndihma të vogla dhe të mëdha dhe keni arritur që sot me 10 vite simpozium të ndërtoni, besoj një komunitet miq, artashësit shumë të kënaqshëm, si për juve, si dhe për gjithë neve që mund të jemi pjesë e simpoziumit. Edhe kontributi juaj në këtë rast nuk mungon, andaj ju falenderojmë pamas, domethënë çdo medie që na përkrah, që i publikon edhe jeni të mirë se ardhe gjatë atyre ditëve, nëse i keni mundësit teknike, kuptohet, vini drejt për drejti, ta përcjellni punën, se si krijohet, si diskutohet mes artistëve. Me shumë kënaqësi fundja fundit kjo është dhe detyra jonë, të rrisim edhe dijen dhe po ashtu të vlerësojmë të tilla evente që na sjellin të mira dhe vetëm të mira të gjithëve. Po. 10 vite punë, si ka evoluar deri tash, që nga nisja e simpoziumit deri tek momenti që po flasim? Siç thash më herët, vitin e parë më kujtohet kur organizuam, ka qenë kryetar komune zotëri Zjatin Sela, në atë periudhë kur kërkuam përkrahje, na tregoi situatën, domethënë shumë i sinqert doli, na tregoi se e kishin bllokuar zhirollogarin nga ana qeverisë, kuptoj, i dim shumë mirë këto lojat e pista fatkeqësisht që i bëjmë vetë ne mes veti, pushtet që qendror me atë lokal, kur është njëra parti andaj i bëjmë probleme kësaj tjetrës dhe e kundërta, çdo herë fatkeqësisht edhe popullata më e keqe është ajo që i përjeton këto lojra. Ai na ndihmoi me ato pamundësi që kishte bllokuar, domethënë na përkrahu jashtëzakonisht, ishte një ndihmë shumë e madhe me qenë se ishte hapi i parë. Kur ja treguam idenë se përse bëjmë këtë aktivitet, dhe mu nga ai aktiviteti i parë filluam pastaj e kishim sikur molet. Filluam ta zgjerojmë atë rrjetin e miqve, dashamirëve të artit, cilët na ndihmonin, dikush me dreka, me darka. Kështu që na vinte çdo lloj ndihmëse si një lloj lehtësie. Me aktivitetin, me simpoziumin e dytin, me tretin e kështu me radhë, kishim artist, kemi patur nga shumë vendet botës. Por mendoni, kanë ardhur artist nga Australia, për në Strug, nga India, nga 3 vite kemi pas artist nga India që kanë ardhur, nga Arabia Saudite, tash më herët nga Brazili, nga Irani, nga shumë shtetet botës, më thonë, deri tani ndoshta 40 shtetet botës që kanë ardhur për këto 10 vite, nga 40 shtetet botës, edhe çdo njëri nga këto ka një numër të madh konsiderueshëm të miqve. Do të thonë është një reklam goxha e madhe për vendin ton, mirë po të kthehemi mbrapa një retrospektiv do qeveritë e kalume, se sa mjete harxhonin me miliarda euro për ta promovuar kinse Maqedoninë jashtë vendit, për të sjell turist, a ne u bëjmë falas, në fakt nga e gjithë bota sjellim artistë, cilët çdo kush ka minimum nga 5000 miq në rrjetet sociale, që bëjmë reklam falas, edhe nuk janë gjendje për të na përkrahur financiarisht me suma simbolike, edhe çka presim më tepër nga ky shtet. Kështu që tepër të revoltuar nga ky aspekt, mirë po thash fal dëshirës pastër, sinqeritetit ton, vullnetit ton, në art po të mos jenë këto dyja pak nuk kemi pas vështirësi, si me thënë, të vullnetit, për vullnet për ta realizuar. Tashmë do na mbahet edicioni i 10 me radhë nga data 25 deri më 30 qershor.
Paka shumë përmendëm ndoshta disa risi, por le të hyjmë pak më në detaje se sa artist presim, çfarë mund të shohim gjatë këtyre ditëve, çfarë presim të ndodh, nga cilat shtete paka shumë dhe përmendëm, dhe çfarë do na sjell në përgjithësi i 10-ti edicion me radhë, që është një vit jubilar shumë i rëndësishëm. Këtë vit e kemi menduar pak më ndryshe hapjen solemne, do të thënë duke i ftuar, mendojmë të ftojmë gjithë miqet, kolegët, artistët, cilët nuk do jenë pjesëmarrës, po të vinë në hapjen solemne, që ta prezantojmë një farë mënyrë këtë punën 10 vjeçare shkurtimisht, se çka kemi bërë, si kemi arritur në këtë edicion, presim artistë shumë, zakonisht çdo herë mundohemi të krijojmë një lloj baraspeshe mes artistësh, mes gjinish edhe mes moshësh të artistëve. Se jo çdo kush nga artistët ka dëshirë dikush të vijë, mirë, po problemet teknike të moshës, domethënë shkaku i një artisti që domethënë e ka vështirë të lëviz, domethënë i pengon edhe tjerët kur kemi aktivitetin lëvizje që duhet t'i bëjmë, kështu që... Me që jemi tek mosha, kemi limite moshe si qëndrojnë restriksionet? Jo, kemi pasur, domethënë, raste, domethënë, me edhe mbi 80-tave kam ardhur artist, mirë, po e rëndësishme është duhet të jetë profesionist, i dalluar, edhe shumë e rëndësishme të jetë përpos artisti i mirë, të jetë edhe si njeri i mirë, pasi që dihet se ato ditë duhet të jetojmë si familje. Do të thënë, diskutojmë, i kemi asaj për dallim nga aktivitetet tjera që bëhen, kemi shku që shembull si vjet për ta ftu, si zakonisht ka, si në çdo profesion ka grupacione, ndahen artistët. Shembull, nga një grup jemi mundu ta ftojmë njërin, ta shkëpusim një artist, nga grupi tjetër një tjetër, se nëse i fton 2-3 nga një grup, pastaj e prishin aktivitetin, fillojnë shembull të flasin vetëm në gjuhën e tyre, aktiviteti është ndërkombëtar. Po qëllimi është që të jemi gjatë atyre ditëve të shoqërohen bashkë, të punojnë, të shkëmbejnë eksperiencat, pasi që ftojmë artistë që punojnë me teknika të ndryshme. Shembull, si vjet do kemi 3 akuarelistë, do të thënë që punojnë me ngjyra uji, janë specialistë, njëri nga Brazili, prej Bukureshti, një artist tjetër për Romanie dhe një artiste vendase Simonida e Maqedonisë. Thënë këto janë artistë ndërkombëtarisht që e njeh gjithë bota, thënë dhe kemi në mesin tonë. Sidomos pamjet piktoreske të qytetit Rrugës, besoj se do i bëjmë për vete ato artistë, edhe kanë motive jashtëzakonisht bukura për të realizuar ndonjë akuarel bukur, edhe për artistët tjerë të cilët nuk e praktikojnë atë teknikë, mirë po do jetë një risi pak më ndryshme. Ka pas raste kemi ftu edhe skulptor, si vjet kemi edhe skulptor, fakt që mos bëhen monotone vetëm piktor, do të thënë ndonjëri punon shumë në skulpturë, dikush tjetër punon me një teknikë tjetër, do të thënë që të bëhet më interesante atmosfera, që çdo kush kur ta sheh njëri tjetrin, domethënë të inspirohet, të sfidohet edhe pak, ndoshta të dalin nga ajo komfort zona që shpesh edhe e krijojnë. Mos bëhet monotone, si më thënë, me të njëjtin stil. Edhe me stilet kuptohet, mundohemi që t'i afrojmë, që t'i ftojmë artistët cilët punojnë me teknika të ndryshme dhe me stile të ndryshme. Disa realist bëjnë, disa më modern janë, më ekspresiv, në thonë ka, bëjmë edhe kështu lloj kombinimesh, që mos dominojnë vetëm artistët të zemë të peizazhit drejt për drejt, se ka edhe të tillë që punojnë, domethënë, drejt për drejt, çfarë pamje shohin, qoftë peizazh ose ndonjë motiv tjetër, ka të tillë që kanë konceptin ose nga emocionet, nga inspirimi që e kanë, që fitojnë gjatë atyre ditëve në Strug, e paraqesin në telaj. Në fund do kemi një ekspozitë, apo jo? Po, me natën e fundit, në fakt, me datë 29, pritet ta kurorëzojmë këtë simpozium me ekspozitë, me veprat cilat do të realizohen gjatë ditëve simpoziumit. Edhe pse në shumicën e rasteve kemi pas kritika, do të thënë nga artistët, se shumë aktivitete, lëvizje, vizita të ndryshme s'kan shumë kohë për të punu, do të thënë na leni pak të punojmë se s'kemi shumë kohë, mirë po ne nuk e shfrytëzojmë atë, nuk e përdorim ardhen e tyre që vetëm si robër t'i llogarisin të punojnë,
paktën kanë ardhur nga shtete ndryshme të botës, nga kontinente, paktën të kenë një çka të shohin, si më thënë, do kthehen me si më thënë, me fjalë të mira, me pamje të ndryshme, me historie për me eksperienca për të ndarë me miqtë e tyre. Ajo është e rëndësishme shumë. 10 vite, siç po thua, artist nga anë mban botës, kontinentet nga më të largët, si rasti i atij nga Australia. 10 vite punë, mund, lodhje, është krijuar një nivel. Është krijuar një nivel që besoj pritet nga ju që ta mbani dhe vetëm të zhvillohet apo jo, sepse këta artistë kur kthehen në vendet e tyre, po ashtu dhe ndajnë këto eksperiencat me rrjetin e miqve të tyre, patjetër që presin të vinë dhe të mahniten nga ato që do shohin dhe eksperiencat që do kenë, kështu që besoj është një përgjegjësi që e mbani tashmë në supet e juaja. Në fakt është shumë përgjegjësi e madhe, pasi që, siç e thash edhe më herët, duhet ne si organizatorë kemi për obligim ato që vinë me aeroplan, t'i presim në aeroport, t'i çojmë deri në Struk, po t'i kthejmë. Po ka raste kur terminet e fluturimeve janë të ndryshme, domethënë të njërin su ne çojmë shumë herët preset, domethënë me orë të tëra të malltretohet, po automatikisht angazhojmë kolegë tjerë të cilët, domethënë, edhe me të tjerët që janë me orare të përafërta, domethënë i çojmë pak më vonë që mos mundohen mos lodhen duke prit kot. Domethënë edhe ai aspekt shumë i rëndësishëm teknik, organizativ. Ka raste kur dikush vjen vetëm me vetur, na i lecon, domethënë na i lecon atë barë mirë, po derisa të arrijnë shëndoshë mirë, edhe derisa të kthehen në vendet, në shtëpitë e tyre, shëndoshë mirë, është një përgjegjësi shumë e madhe e jona, pasi që ne jemi shkaktarët që i kemi ftuar ato, edhe i lutemi Zotit në shumicën e rasteve që të kthehen shëndoshë mirë, çdo kush në shtëpitë e tyre, pasi që si po thon, ka raste kur i ndrojnë disa aeroplane ose 2 ditë ka pas raste këto që vinin nga larg, kanë humb 2 ditë rrugë, maltretuar, oraret ndryshojnë, domethënë varësisht se në çfarë zone. Po kjo dhe tregon rëndësinë apo jo dhe përshtypjen që kanë kundrejt simpoziumit dhe përshtypjeve që kanë dëgjuar për simpoziumin, përderisa janë të gatshëm të marrin gjithë këto rrugë dhe të kalojnë këto, le të themi, sfida të vogla që të jenë pjesë të simpoziumit në Struk. Mendoj se më tepër ndikim ka ky shpirti që japim vetë ne si organizator, që mundohemi me sinqeritet edhe, domethënë ju urrim çdo artisti, domethënë gjatë gjithë kohës se jemi edhe goxha si numër i kolegëve që jemi në organizim, nuk e lejmë asnjërin të ndjehet i vetmuar ose t'i mungon diçka. Domethënë jemi në gjendje gatishmërie çdo herë, sidomos ditët në fillim, para se të fillojnë të punojnë, domethënë çdo kush ka mjete të ndryshme të punës, karakteristike që i përdor, ose në moment ka harru më herët të na lajmëroj apo njoftoj, të kërkon diçka më specifike, shkaku i transportit që ta sigurojmë më lehtë ne prej këtu, i kujtohet me vonesë, mundohemi në periudhë sa më të shkurtër që t'ja sigurojmë. Se është shumë e rëndësishme për një krijues figurativ, pasi që nëse i vjen inspirimi në moment don të fillon të punojnë, edhe i mungon një mjet, në fakt pa atë mjetin, qoftë edhe një diçka e vogël, një mjet i vogël, nuk realizohet si duhet ajo vepër. Edhe inspirimi mund të ikë. Edhe ikë inspirimi. Edhe dështon edhe vepra pastaj. Na përmendë vetë se që ca rregulla u thyen me rastin e 10 vjetorit. Është kjo si shkak i 10 vjetorit, apo po mund të presim edhe edicione të tjera? Po, shkaku në fakt i 10 vjetorit kemi pas rast diçka më e veçantë për këtë vit. Një artist skulptor belg ai ka ardhur 2 herë edhe faktisht tenton çdo herë të vine. Edhe më herët ka pas raste, domethënë çdo vit na shkruajnë disa artistë që insistojnë, domethënë të vinë, mirë po si vjet pak jemi munduar t'i anashkalojmë do artistë nga lindja e mesme, shkaku i situatës edhe na bëjnë shumë pengesa, sidomos në situata të tilla kur s'kemi përkraje financiare, shumë vështirësi na nxjerrin për t'u pajisur me viza. Ashtu. Domethënë kërkojnë të notarizohen kërkesat, këto ftesat që bën edhe në gjuhën angleze dhe këto të ambasadës na bëjnë problem tonët, duhet edhe ta përkthejmë. Tash janë atje jashta, gjuha zyrtare e tyre faktisht në atë shtet është ta zem angleze, këto kërkojnë edhe një herë ta përkthejmë në gjuhën maqedonase,
ta verifikojmë në noter, pastaj lloj-lloj procedurash tjera dhe një pjesëmarrës nga lindja e mesme, domethënë zherë na ka bërë shumë telashe teknike, prandaj si vjet pak kemi mundu ti anashkalojmë ato artistë cilët presin me vite të tëra për të ardhmen. Edicioni 10 do na mbahet nga data 25 deri më 30 qershor, gjithsesi besoj që sapo të mbaroj një edicion vetë se fillon puna për edicionin e ardhshëm, të paktën mendimi. Shpresoj me këto vështirësi që e kemi patur, disa herë kemi thënë dhe jemi të mendimit që ndoshta duke qenë mirë ta ndërpresim me kaq se u harxhuam, faktisht jemi harxhuar goxha shumë për të arritur deri këtu, edhe nëse vazhdojnë këto vështirësi të këtilla, faktisht nuk na japin vullnet për të vazhduar më tej ose për të bërë diçka edhe më të bukur. Do thonë sa më shumë mjete të kesh, aq më shumë ide të lindin. Edhe pse kemi shumë ide, mirë po nëse ato nuk jetësohen, nëse nuk jetësohen kur s'kem mjete, kot, do thënë mundohemi të improvizojmë gjëra. Mirë po për të bërë diçka shumë serioze, shumë artistike që të mbahet mend dhe që të përçohet edhe më larg. Të ruhet ky nivel, që keni sjellur. Të ruhet niveli cilin mundohemi ta mbajmë mos ketë se ka lloj-lloj situatash të ndryshme. Do thënë ka raste kur kemi, prandaj thash më herët jemi një ekip shumë i mrekullueshëm, nëse për hatër mundohemi dikush nga ne të bëj ndonjë shkelje, automatikisht reagon kolegu tjetër, domethënë kur ta thot njëri, tjetri thot edhe jem, si më thon, pak më rehat në atë aspekt, edhe kur theksojmë këtë gjë artistëve, cilët duan domethënë një farë mënyrë disa që të marrim qesë për t'i thyer rregullat, kur u bën me dije se jemi si grup edhe do të vendosë komplet grupi për një çështje të tillë, kështu që e hjek barën njëri nga ne, kështu që e marrim atë përgjegjësi të përbashkët, si më thënë. Unoroj që thirrjet dhe po ashtu dhe kjo bisedë të shkojë si mesazh, si thirrje, si të shihet rëndësia e simpoziumit jo vetëm së rrugës, por e gjithë projekteve kulturore që kanë për vendin dhe për të gjithë neve. Uroj që të vlerësohen dhe po ashtu të veprohet në këtë aspekt. Falenderoj shumë dhe njerë që gjete kohë dhe mundësi në di që ditët e fundit sidomos din të jenë akoma më të angazhuara. Falenderoj shumë dhe uroj që të ritakohemi jo vetëm në Struk, por edhe në projekte të tjera. Falenderit edhe juve për përkrahjen, edhe besoj edhe më të qetëna përkrahjen për çfarëdo lloj iniciative, për çfarëdo lloj aktiviteti që do e bëjmë. Nuk thon kot një fjalë popullore, sa para aq muzikë, ne edhe pse s'kemi pas shumë para, mirë po kemi bërë shumë muzikë, më shumë art i kemi sjell këtij komuniteti, shumë aktivitete me ato pak mjete që e kemi pasur, mirë po fal edhe jush si televizion, domethënë edhe mediat tjera që na kanë përkrah, domethënë kemi arritur që të arrijmë deri në këtë 10 vjetor të këtij simpoziumi ndërkombëtar të artit. Duke ju uruar suksese, unë shpresoj që vetëm të vazhdojmë tutje dhe falenderoj edhe një herë. E tash të dashur, për gjithë juve që dëshironi të jeni pjesë, të merrni pjesë apo ta shikoni simpoziumin, do jetë në Strug nga data 25 deri më 30 qershor. Kaq dhe për sot nga ne, uroj që keni kaluar sa më mirë, ne ritakohemi sërish të mërkurën në të njëjtën orë dhe mirëmbëjtje.